Pejgamberi sa na ka mësuar neve kur ta shohna dikant që është provuar me diçka, çka më thon? Alhamdulillahi alladhi afana mimma ibtala. Alhamdulillah, unë s'kam më isprovuar me çeta. Shiko se jam isprovuar, se ka mundsi isprovohesh. Thani dietari të madh të muslimanëve Ibrahim an-Nakhaiut, rahimahullah, dietari i madh për dietarëve të shquar, i than: "O hoxh, pse vetë kritikon do fenomene?" Çka tha? Tha s'pi kritikoj, tha se e ku mësu një kaptin të kaderit. A keni mësu tha ju për kaderin e Allahu Gjellë Gjellalu, kaderi, kudreti Allahut. Tha po tutna se i kum pa do njerëzi, i kanë shap lot njerëzi në fund, vetë i kanë bo që do punë. Që ta tha? S'po foli, tha unë për do njerëzi, se i kanë pa do njerëzi tjerë, që i kanë shap lot do njerëzi, se pe bojnë qëta e qëta. Allah i ka spru me punë të njëta. Andaj, rrudhe pak. Rrudhe se vallaj kudreti Allah i të i madhë, sprovon me qata shka e ke shatë që tërkush. Thot Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullah në librin e tij Madarijus Salikin, nuk di që Allahu mos ta ketë sprovu një njeri që e ka kesh një gjunaqar me të njëjtin gjuna. Nuk ta merr Allah i shpirtin vetë se ka me të rëzu qatë gjuna shka ti e ke kesh dikan tjetër. E ci e Zotit, pse e keshe? Ti dush me kajt, ti dush me tarë keq. Maksimumi mund të thonë alhamdulillah Zoti më paskarujt.